Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kërkon nga gjykata e lartë të përshpejtojë gjykimin e çështjes së tij pas vendimit të gjykatës kushtetuese që e riktheu për rishqyrtim. Nëpërmjet avokatit të tij, Plarent Ndreca, Veliaj thotë se kërkesa për përshpejtim nuk mbështetet në një interes abstrakt për shqyrtim të shpejtë, por në pasoja konkrete dhe të përditshme mbi lirinë personale, mbi ushtrimin e mandatit fituar me votë si kryebashkiak i Tiranës, si dhe mbi funksionimin e qeverisjes vendore në Bashkinë Tiranë. Erion Veliaj e ka marrë zyrtarisht mandatin e tretë si kryetari i Bashkisë së Tiranës në qershor të vitit 2023. Ky mandat përfundon në qershor 2027. Në momentin e paraqitjes së kësaj kërkese, ka kaluar më shumë se gjysma e mandatit dhe mbetet më pak se një vit deri në përfundimin e tij. Çdo vonesë në rigjykim nuk është përrjedhoj thjesht vonesë proceduriale. Ajo konsumon vetë kohën e mandatit dhe e bën gjithnjë më të pakthyeshme pasojën që masa e sigurimit ka prodhuar mbi ushtrimin e funksionit publik, si dhe të pazbatueshëm efektivisht vendimin e gjykatës kushtetuese, thuhet në kërkesë. Gjykata kushtetuese e prishi vendimin e gjykatës së lartë dhe ktheu çështjen për rigjykim, duke i lënë detyrë gjykatës të arsyetojë vendimin se përse masat alternative janë të papërshtatshme për Erion Veliajin.